Më tërkjo është për gjenaheve tona. Një për i arsyjeve me koncentruen në namaz, është me lanë këtë qëkerit dënjaje. Sa ma shumë s'paka kur dojnë me hi namaz, po ka dalë për e zatë zotit bilet që të farës fa ka dalë fale. Dhe shijaje se gjden, shijaje rukun, se miliarda njerëz i binë ruku dhe se gjde kuna i binë dreqneve, njerëzve. Ndërsa ne i bina Allahut madhruar. Më tërkjo është për gjenaheve tona, edhe prej angazhimeve të mëdha me dënja. Për ata një për i arsyjeve, rrugve, mënyrave, sebepeve, quaj që shdush, me koncentruen në namaz, është me lanë këtë qëkerit dënjaje. Sa ma shumë s'paka kur dojnë me hi namaz, edhe me falë namazën në senet. Senet e qka është? Për pas shumë dobive tjera, është para pregaditje për me hynë farës. Se këse seneti më ramë, është plëtsim i mëngësive që kilanë në farës. Ne dhëtë me pas parasysh kur t'him namaz, ku po shkojmë, qka po bojmë, para kujt po dalim, namazak. Mëndo me shiju namazin. E jo, ruku bëm sejtë, ka dalë, robi zote, se nuk po t'i njekin dëshman të hasmit. Po ka dalë për e zatë zotit bilet që të farës fa ka dalë fale. Po berën sejtë shijaje sejtën, shijaje rukun, se miliarda njerëz i binë ruku dhe sejtë, kuna i binë dreqneve, njerëzve. Dreqneve i bje për hejë dreqë, se dreqë ishten. Ndërsa ne i bina Allahut madhruar. La ilaha. Miliarda njerëz i rrinë nga diton ku din kujt, ti parrin zotit tënd. Mundo me shiju namaz. Kretë kjo ndikan koncentrimin e robit, përqëndrimin e robit namaz. Allahu në forcoft, në letësoft, koncentrimin e përqëndrimin namaz, që është dënë zotë jonë, që është knaqë me neve. O ledhine hum fi salatim khashion, dhe ata të cilët në namaz janë përqëndruar, janë të friksuar. Qehra e ndryshan kura namaz, nga frikë që kanë dhejtë madhët Allah, të barek e vëtala. Pra, le të bëjt që ka të bëjt jashtë namazë me tjerë të smirën veshë, s'kuptojnë, s'ndëgjojnë, s'ninë, jenë bëjt tjetër. Robi më thëllu mirë namaz, se mërvesh të tjerë tjeqë, ja se mërvesh. Sepse koncentrimi ma, ja ka përmbledh këtë ndjenjet e tina, ja ka përkëvezu sistemin nervor krejt, ndjenjet emocionale në namaz. Dhe ajmo ase niftaftën, as zhikon, as zhurme. Ma dje dhe dhimbje nëse ka, i ka kalu. Ma dje i qënë të lashët dënjas nëse ka, i ka pas, kura hi namaz, se këmë ja prek një pull, tak, i nalen, dhe qëtësohet. Për atë këta që falen namaz, jenë shpirtin ishte psikisht shumë më qetë se sa ta që nuk falen namaz. Ta që falen namaz dhe shijojnë namazin, gjasat jenë shumë herë më pak, për mi pas sëllëmëntru se sa ta që nuk falen namaz. Sepse këta e thejnë, e mundin depresionin, s'paku për një kohë, e mundin, e qëtësojnë vetë vetën. Nga se dalin për kësaj dënjaje, me ndjenja, jo me trup, me emocione, me ndjenja, me shpirt, me sele, madhe puna namazit. Namazit është terapi, mi terapi, është qka dush me namazit, qka dush e namazit.